susza në përkotra. Madonna. Nuk di, qa ka ndodhur? Si përse bet, ha? Do thonin gjyshe, qa ka bova ki? Qa ka bova ki, ke që nona, ku i ke hurdhën? E ke me vete? Po. E ke? Duhet ta kesh sot. Bistak. Sot duhet ta kesh sepse sonte në Piranjat kemi një të ftuar që ka qenë kryeministër, senator, podcaster, autor, dhe së fundmi është edhe kritik personali i Giorgia Melonit, ose të paktën i versionit të saj online. Direkt nga Palazzo Chigi tek Piranjat, njeriu që dikur drejtonte Italinë si një startup, dhe tani e thumbon si një stand-up, zonja zotri, Matteo Renzi! Ciao, piacere. Ciao Daniele. Benvenuto. Benvenuto. Ciao. Grazie, è sinceramente un onore averla qua, perché è anche raro. Eppure i primi ministri in Italia cambiano spesso, quindi ce ne avete tanti da chiamare. Noi qua ce ne abbiamo da 12 anni, quindi non cambia. Non parliamo di questo. Ma lui non viene da solo, quindi ha anche il libro L'influencer, è il titolo del libro. Esatto. Ci può parlare un po' del libro? Esatto. No, il libro parla della politica che è ridotta a influencer. Cioè, i politici cercano di prendere i like su Instagram e non di fare le cose che servono alla gente. Per esempio, in Albania il governo italiano ha speso 1 miliardo di euro per un centro migranti che non serve a niente. E allora questa è una cosa da influencer. Purtroppo ce ne sono in tutti i paesi di influencer e in Italia c'è la nostra Presidente del Consiglio che si chiama Giorgia Meloni e che è la più brava influencer, più brava di tutti, però non è brava a governare. Sì, ma se tu sei un influencer significa che c'hai l'influenza. Prendi la febbre. Prendi la febbre. Sì. Allora, la nostra domanda è, ha dato la Meloni la febbre a Rama o Rama alla Meloni? Ma so che tu fai l'imitazione di Rama. Sì. Come fai l'imitazione di Rama? Caro Matteo, È uguale. sì, ti chiedo scusa per non averti mandato like, ma tu lo sai, adesso la devo mandare a Giorgia, quindi... Lasciamoli soli. I due piccioncini. Due piccioncini. Vabbè, da noi si dice una parola diversa. 2 piccioni con una fava, ma non si può tradurre in albanese. Vai libero. Ma hai scritto un libro su Giorgia Meloni. Ho scritto un libro sulla politica, perché in Italia in questo momento le bollette sono molto alte, l'energia. Gli stipendi non sono alti. Cresce il costo della vita e la Meloni e gli altri pensano solo a comunicare. È giusto comunicare, ma poi bisogna governare, bisogna cambiare le cose. E quindi non è un libro sulla Meloni, è un libro sulla Meloni e tanti altri che sono bravi solo a comunicare. Quindi è un po' quello che succede anche in Albania in questo momento. Non posso essere io a dirlo entrando nelle polemiche degli altri, però l'importante è non solo comunicare, ma anche portare a casa risultati. È giusto che un capo del governo comunichi, ma poi se i risultati non arrivano, la gente sta male. Allora c'è bisogno di non buttare via, di non sprecare i soldi, di non buttarli come abbiamo visto sprecati nei centri in Albania. Adesso sono già sprecati. 1 miliardo. Come ti pare l'idea di fare il Grande Fratello, per esempio? Il Grande Fratello albanese, però dobbiamo fare un Grande Fratello misto. Sì. Un po' di albanesi e un po' di italiani, ti piace l'idea? Sì, Idea fantastica. le camere ci sono. Le camere ci stanno 800 posti, più che il Grande Fratello facciamo il Grande Fratello, il Grande Cugino, il Grande Nipote, il Grande Cognato. Il Grande Giro d'Italia. Il Grande Giro d'Albania e anche nel mezzo, guarda, ci possiamo mettere anche un po' di Montenegro e di Grecia. Vabbè. Tutto. Sappiamo infatti che tra lei e Rama c'è una vera amicizia, si può dire? Assolutamente. Come fa Rama a avere un buon rapporto con lei e con la Meloni contemporaneamente? Rama va d'accordo con tutti quelli che sono al governo. Come fa? Lui è così, era con Berlusconi, con Berlusconi forse non so se l'aveva fatto in tempo, con Conte, con Draghi, con tutti. È giusto avere buoni rapporti tra Italia e Albania. Per me è giusto. Sì. Doina, per me è una cosa bella. Bisogna avere buoni rapporti, però non dobbiamo prendere in giro la gente. Quando si dice i migranti li mando in Albania, non è una cosa bella.
Perché noi ci siamo passati, voi siete giovani. Esatto. Te quanti anni hai? 40. Vabbè, te quanti anni hai? Le signore non si chiede. Però io sono... No, 33. Io ho 50 anni. Io mi ricordo quando tanti ragazzi dall'Albania aggrappati alle navi venivano in Italia e alcuni di loro, ricorderete, sono stati anche vittime di un incidente, di qualche incidente in mare. Allora, l'Albania e l'Italia conoscono bene il dramma dell'immigrazione. Tantissimi ragazzi che sono arrivati dall'Albania in Italia poi hanno potuto integrarsi, vivere bene in Italia. Qualcuno è tornato a casa, adesso ci sono gli italiani che vengono in Albania. Non dobbiamo fare polemica sull'immigrazione perché l'Albania e l'Italia sanno bene che questo è un problema delicato. Dire io mando tutti i migranti in Albania e chi se ne frega è sbagliato. Non funziona, è contro le leggi e costa alle tasche e alle tasse degli italiani 1 miliardo. Su questa vicenda Giorgia Meloni è stata un influencer e non una politica. E questo merita un applauso. Bravo. Noi qua abbiamo anche un piccolo regalino per voi. Vai, ecco. Se è possibile. Questa è la cravatta dei Piranha. Questa è la cravatta di Piranha, ma non è una cravatta comunque, quindi... Morde? No. Perché so che il Piranha morde. Se la tappi bene non morde, ma se la lasci... Però dobbiamo dire bravi a Piranha. Sai perché che voglio dire bravi a voi? Perché voi avete fatto vedere una cosa che nessuno in Italia aveva fatto vedere. Mentre tutti in Italia parlavano in Parlamento, cosa succedeva? C'erano carabinieri e poliziotti in Albania, avevano un sacco di tempo libero, mettiamola così. E le vostre giornaliste sono state molto brave a dimostrare che non è una cosa che non bisognava fare. Quindi bravi a quelli di Piranha, fatevi un applauso. Grazie mille, grazie mille. Io non so come si fa, quindi Flori... Io sto imparando. No, è che, ragazzi, senza vederlo è un po' difficile, va bene. Ok, dai, ok, vai, vediamo, poi vado a mettermelo dentro il camerino. Abbiamo anche una proposta da farti. Siamo Piranha o no? Quindi sei io, pericoloso. per prima cosa, volevo una dedica. E come no, vieni qua. Se Ale, puoi. a Florian e Doina. No, è mio questo. A lui no. No, ma dai. Quando finisce lei lo leggo io, quindi... Grazie per l'accoglienza a Tirana. Ecco. E con questo anche una proposta da farti. Vai. Se vuoi, noi la traduciamo il libro in albanese. Perché no? Bello. E lo facciamo pubblicare entro un mese. Ma c'è sempre un ma. Ecco, qual è c'è sempre un ma. C'è la fregatura? Sì, esatto. Ma tu vieni a promuoverlo qui a Piranha. Facciamo un dibattito insieme sul libro e parliamo con chiunque, volentieri. La cravatta ce l'ho già, è quella cravatta ufficiale. Quindi già fatto. Affare fatto. Affare fatto. Grazie mille, signor Renzi. Grazie ragazzi, in bocca al lupo Grazie e grazie mille. a Piranha per quello che avete fatto. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Di qua, vai. Di qua. Dojna. Blie. A? Blie. Jo, tash ky vlen 10 fish se ka dhe autografin. Tash ma futet ti. Ta shes. Shite. Super ide. Ta shesë? Sapo. Si ku janë këto ankande, ato që shiten këto librat kështu edhe që, Nuk di ku janë ankande, po di në fund që të marrë dhe unë librin të ta bëjmë autograf. Ore, si thash ta bëndë gjik me parfum, tash ti arrisja çmimin me më shumë. E falenderojmë zotin Renci, sinqerisht është një ndodhi jo e zakonshme kjo, që një ish kryeministër, bravo, ish kryeministër i shtetit italian. Lëre tani se ti flet, unë jam kështu djerës të ftota. Ore. Te li posso vedere. Isha gjithë natën, dëgjoja këngë italiane, shija filma italiane, që të flisja kështu lirshëm. Rrjedhshëm. Sinqerisht, ky është një hap shumë i madh për emisionin Piranha, sepse me të vërtet është rasti i rrallë që një ish kryeministër italian të vinë në një emision dhe aq më tepër emision investigativ dhe aq më tepër emision investigativ kaq të ri sa që janë Piranha. Kështu bravo të gjithëve, gjithë stafit ton që e mundsuan këtë. Ne në fakt donin t'i propozonin edhe diçka tjetër, por na u duket tepër se tha me ftuam mik tani ta përdorim edhe që të prezantoj kronikat tona. Është pak e tepër, të lutem, domethënë. Non battere il ciglio, si vini ciglio. Nuk e di se kanë pronto soccorso në Itali këta, po ne e kemi i Arabi soccorso. Shikoni pak. Shojnë se ç'ndodh në Qisutë.
3.5 milion thirrje të trajtuara dhe mbi 800.000 misione të realizuara nga shërbimi kombëtar i urgjencës. Kështu deklaroi pak ditë më parë kryeministri Edi Rama në një takim me mjek dhe infermier të këtij shërbimi. Duke u përpjekur të bëjë dallimin e urgjencës kombëtare para dhe pas qeverisjes socialiste. Është realisht një nga krenaritë e reformave që ne kemi bërë. Për mënyrën se si është transformuar në një histori suksesi, një histori turpi, sot ne kemi një urgjencë kombëtare që nuk i lë gjë mangut urgjencave të vendeve të tjera. Nuk i lë gjë mangut, por a ka hyrë ndonjëherë kryeministri në urgjencën e QSUT-s në një ditë normale pune dhe pa lajmëruar se do të shkojë? Për këtë dyshojmë shumë, ndaj për ta informuar sa më mirë zotin kryeministër, bëm një vëzhgim disa ditor, duke u përpjekur të sjellim sadopak fragmente të asaj se çfarë ndodh brenda atyre mureve. Për një kontroll Sa po afrohemi, përveç një numri të madh personash, brenda dhe jashtë ambienteve të urgjencës, gjëja e parë që arrim të dokumentojmë është ky zotëri që mbi kokë ka një infermiere dhe një mjeke, e cila po e viziton mbi krevatin me rrota të nxjerr nga autoambulanca mu në mes të korridorit. Sepse me shumë qas nuk ka vendet e lira për ta sistemuar në një dhomë. Ndërkohë në një tjetër korridor janë pozicionuar 2 pacient, njëri prej të cilëve është duke qëndruar shtrirë, e ndërsa i është vendosur një kateter i improvizuar me një bidon ujë plot me urinë, ndërsa tjetri po qëndron ulur në pritje për të marrë asistencë nga personeli. Në një tjetër korridor qëndron një tjetër i moshuar në karrocë, i shoqëruar nga një e afërme, edhe ai në pritje të mjekut. Sidoqoftë, nuk jemi aty vetëm për të verifikuar praninë e pacientëve që kanë mbushur korridorin, por për të kuptuar se si janë procedurat për regjistrim dhe më pas për përkujdesjen ndaj tyre. Gjë që duhet të ishte normale, një lloj si çdo urgjencë në të gjithë botën. Për këtë, kemi vendosur të asistojmë një të sëmur dhe bashkë me të nisim të kërkojmë mjekun nëpër korridore me shpresën se mes gjithë atyre njerëzve do ta dallonim se cili ishte i duhuri për ne. Kush është doma mjeku? Në mes të kaosit, duket se më në fund i ram në sy një infermiereje. Ka djali një orë gjysmë që nuk është për e ka pas 10 vjetur. Jo, pra se dim kush është. Infermierja na orienton, por ndërsa ne presim të takojmë mjekun, ajo na dorëzon në duart e një kolegu tjetër. Një lloj stafete brenda korridoreve të urgjencës, ndërkohë as këtë herë mjekun nuk e pam. Infermierja e dytë na fut në një ambient ku më pas mësuam se kryet EKG e zemrës. Krahas nesh, aty ka edhe një numër të konsiderueshëm personash që presin në radhë. Ka doma? Ka doma? Ky është doma ku bëjmë shëritin e zemrës. Do bëjmë një shërit zemrë djalin. Gjithë shërit e zemrës. Një dhomë ekzaminimi në të cilën qëndrojnë të gjithë së bashku pacientët e afërm pa minimumin e privatësisë. Dhe më e keqja është që mungojnë mjetet e punës. Ikja e infermieres ka bërë që të gjithë të qëndrojnë me sy nga dera duke pritur rikthimin e saj, kohë e mjaftueshme edhe për të njohur me njëri tjetrin. Pasi kemi pritur rreth 15 minuta, më në fund pajisja erdhi dhe infermierja ju fut menjëherë punës në prani të gjithë pacientëve që janë aty në pritje. Në fakt, për të qenë korrekt, janë 3 infermiere për një EKG. Njëra merret me pacienten, tjetra sheh shiritin dhe e treta, jo më pak e rëndësishme, qëndron e gatshme për të hequr prizën e pajisjes. Se mos i bijem kot në qafë, infermierja e re pas ka dhe detyrën në shëtitje së vulës. Ekzaminimi u bë vetëm për një paciente dhe spina EKG u hoq për t'u marrë sërish nga infermierja, ndërkohë që në radhë ishin edhe 5 pacientë të tjerë në pritje të këtij shërbimi. Sepse EKG-ja ka prioritete. Vajza, ka për të bërë djalë. Ajo sa prit këtu se do bësh këtë, ja ku është, ajo të xhame. O vajza, po më fal, kam çerë rekord. Nuk e ke infermierën. Infermiera lëvizje. Pavarësisht këmbguljes son, infermierja nuk na kushton as pak vëmendje dhe largohet bashkë me pajisjen, duke na lënë në pritje edhe për 15 minuta të tjera. Sepse më në fund, arritëm të kuptojmë që në urgjencën e QSUT-s nuk mjafton vetëm mungesa e EKG-s, që shëtit sa ndej këndej, por u dashka të kesh pas vetes një infermiere të dedikuar, sepse për ndryshe nuk të merr askush përsipër. Dhe për ta gjetur këtë infermiere, duhet të vraposh. Është ajo marrje pajisje në atë lloj forme kur djali është këtu për vizitë. Kemi kështu kuptosh
Infermierët duhet t'ja bëjnë. Po mund ta mbaj infermierën me zor. Po do ta votoj. Po e di unë kush është infermierja ata. Ishte djali për të bërë një KG ku e morën pajisjen. Do e marrim në ato ai që ta marr për sipër për. Po s'është për infermierën, ku ta gjej infermierën? Bla aty dhe iku. Dhe një lloj si ne, lënë edhe personat në moshë të thyer dhe të pamundur për t'i ndjekur nga pas korridoreve të urgjencës. Gjithsesi, me që kemi detyrim të gjejmë një infermiere, dalim sërish nëpër korridore për ta kërkuar, por në vend të saj, përballemi sërish me pacient që pam të shtrirë, të cilët marrin shërbim në korridoret e spitalit. Por ky, siç tham, nuk është problemi ynë. Na duhet të gjejmë një infermiere dhe një EKG për të sëmurin ton. Po një EKG me gjithë urgjencë? Po si kanë rregullu këto? Ka po që janë prish këto? E skanjer këtu bërë? Ky punonjës i urgjencës sapo na ka bërë disa deklarata shokuese njëra pas tjetrës, por më e rënda është kjo. Diskutimin e prishjes së aparaturave për të favorizuar klinikat private e kemi dëgjuar me 10 herë, por kur e thot dikush nga personeli i QSUT-s, gjërat bëhen më të besueshme. Por çfarë mbetet është fakti se urgjenca më e madhe në vend, e cila pret me qindra pacient në ditë, prej 3 muaj ka në funksion vetëm një EKG, ndërkohë që edhe pjesa tjetër e pajisjeve nuk punon. Dhe për këtë nuk është marrë asnjë mas për t'i rregulluar apo zëvendësuar ato me të tjera. Por le të rikthehemi edhe një herë në ambientin ku hyn del aparati i EKG sipas nevojave. Ndërkohë njerëzit presin me orë deri kur t'i vi radha në mes një kaosi ku nuk kuptohet më asgjë. Po të dirot një atë nëna. Dirot një atë kanë të konfirmojmë se një gjendje se pa ndonjë dhe një monitor ta. Ç'ka bën? Po të them se ka vibrata. Dishaj se dirot një po. A është gjithë kjo që pam panorama e vërtetë e asaj që ndodh brenda urgjencës së QSUT-s? Për fat të keq jo, sepse ajo që do t'ju tregojmë i kalon kufijtë e çdo imagjinate. Dhe ka për protagonist stafin e këtij sektori aq të vlerësuar nga kryeministri. Është mbrëmja e 30 janarit të këtij viti, në hyrjen e urgjencës paraqiten 2 të moshuar. Burri duket se ka probleme serioze shëndetësore dhe gruaja e merakosur, e cila e ndihmon për të ecur me vështirësi, kërkon të asistohet nga personeli. Pasi qëndrojnë për disa minuta, përballë recepcionit pa ja hedhur syt askush, 2 të moshuarit marrin guximin të afrohen një grupi mjekësh dhe infermierësh, por këta të fundit vijojnë bisedën të pashqetësuar, edhe pse janë vetëm gjysmë metri distancë. Por me sa duket, prania e çiftit të moshuar vetëm sa i jep bezdi atyre dhe pas pak qastesh largohen një nga një, pa marrë mundimin të pyesin se çfarë problemi kanë. Se për çfarë mund të vinë në urgjencë 2 persona në moshë, të cilët ecin me vështirësi, kjo nuk do shumend. Por nga sa kuptojmë në këtë repart të QSUT-s, humanizmi është me pikatore. Sorollatja e çiftit nëpër korridore zgjati për më shumë se 1 orë, deri kur më në fund dikush u kujtua që t'i sqaronte. Dhe përgjigja ishte kjo. Ka temperaturë. Ka temperaturë. Të vjen diare e çfarë? Sa i ka shkuar ti? Sa ditë ka? Sa? 50 metra. Po shto gjersa. Si e jo që merr vetëm me gjenet temperaturë. Ka që vështirë ishte që dikush të sqaronte që në fillim dhe t'i përcillte për tek hyrja, në vend që të silleshin stamajtas djathtas korridoreve të spitalit? A mos është më mirë të funksionojë recepcioni në mënyrë që pacientët të priten e të përcillen, një lloj si në të gjitha spitalet e botës? Ne kemi bërë një vëzhgim disa ditor në ambientet e urgjencës tu ku ne ndodhemi dhe situata është kjo. Pacient që marrin serum në korridore. Dhe temi pa minimumin e privatësisë, një EKG që kryhet në një ambient të hapur. Por qënë se fluksi është shumë i shtuar dhe kapaciteti fizik është shumë i vogël, këta individ detyrohen në çdo cep të mundshëm të urgjencës të jepet ndihmë parsorë.
Dhe kjo ndihmë parësore, krahasuar me parametrat jetësor, nuk është se mundohet të ruaj pjesën e privatësisë. E rëndësishme është që ne mos dëmtojmë dhe të japim një ndihmë atij individi, ne mundohemi në çdo cep të mundshëm të japim një ndihmë të parë për kudo, në ato kushte që kemi. Me pak fjalë në gjuhën shqipe buke kripe zemër. Një rast i konstatuar nga ne, një çift pleq që vinë në derën e urgjencës, kërkojnë mjekun në këmbë me 3 infermierë dhe nuk e ka askush me dorë. Çifti kërkon ndihmë, ka njëri këtu të më ndihmoj dikush sepse burri im nuk është mirë, askush nuk e ka pritur. Është ulur aty vetë, pastaj është çuar sërish në këmbë dhe i kanë thënë që shko tek infektivi. Jo vetëm i çift pleq, po kushdo individ që ne qoftë edhe në rrugët e QSO-s na pyesin, na kërkojnë një farë ndihme, personalisht dhe shumë kolegë të mi, nuk është se kurse asnjëherë ndihmën qoftë edhe një fjalë goje. Gjithsesi nuk kam komente për këtë situatë, por mendoj se gjëja më e mirë që mund të bëjmë është të japim ndihmën kushdo dhe të kthejmë përgjigje të caktuar. Jo të anashkalojmë këtë situatë dhe të mundohemi të kthejmë shpinën kujdo që ka nevojë. Nuk e vëm as pak në dyshim për kushtimin e një pjesë të madhe të stafit të urgjencës, as dëshirën e tyre për të bërë gjëra ndryshe, për më tepër që janë të mbingarkuar në misionin që kryejnë. Duke qenë se unë jam pjesë urgjencës sëmundjeve të brendshme dhe jemi pothuajse në përditshmërinë tonë këtu, nga 16 orë, pjesën më të madhe të rasteve dhe 24 orë, urgjenca jonë ka një fluks goxha të madh. 7:30 e mëngjesit, një numër rendor, deri të nesme në orën 7:30 të mëngjesit është diku ke 340-345 raste në total. Një numër i konsiderueshëm i tyre shtrohen nëpër pavione. Numri i shtrimeve shumë herë më i lartë se sa kapaciteti fizik që këto pavione kanë, të detyrojnë që shumica e rasteve të cilat ne i hospitalizojmë të mbeten në urgjencë për mungesë vendesh nëpër pavionet përkatëse. Kjo mungesë stafi shoqërohet edhe me mangësi të theksuara në pajisjet më bazike të urgjencës, gjë që pohohet edhe nga vetë drejtuesit e këtij reparti. Janë të pamjaftueshme. Aktualisht që ne flasim, kemi 2 aparate elektrokardiograme që janë në pjesën e urgjencës të kodit kuq dhe në pjesën e triazhit. Janë bërë kërkesa vazhdimisht për sa i përket pjesës elektrokardiogramës, ajo është më e rëndësishme kur të vjen një individ, pas matjes së parametrave jetësor, dhe jemi në pritje për të shtuar ky numër. Realizohen 400 elektrokardiograma në ditë, ato dalin nesh funksionit në interval shumë të shkurtër kohor. Kjo elektrokardiogram që lëviz në zonën e kuqe përdoret edhe për pavionin ton të observimit. Është e pamjaftueshme të përballosh atë ngarkesë me 2 elektrokardiograma. Ambiente të pamjaftueshme dhe të papërshtatshme, mungesë pajisjesh dhe stafi, pacient që rri në pritje me orë të tëra. Si mund zgjidhet kjo situatë? Mbase, duke ndjekur deri diku një shembull të ngjashëm të urgjencës vjetër, ku kanë qenë disa perde ndarëse që secili individ kishte pjesën e vet të trajtohej siç duhet dhe të ruhej deri diku një farë privatësie. Është realisht një nga krenaritë e reformave që ne kemi bërë. Për mënyrën se si është transformuar në një histori suksesi, një histori turpi, sot ne kemi një urgjencë kombëtare që nuk i lë gjë mangut urgjencave të vendeve të tjera. Kemi në proces pritje për ta rikanalizuar sërish siç ka qenë dikur urgjenca e vjetër me atë sistem që ka pasur. Take my time. Po ku keni pa emision si ky? Edhe prezantues, edhe Velina. Zoti Renci, sa po pa materialin e urgjencës që së unë të vendosi të ikim në urgjencë, tha, si djetë, po më kap në gjë këtu të përfundoj atje, që kërë me keqë të në. Dhe i them zyrtarisht zotit Renci, në qovë se do pasaportë europiane, në datë 11 mars. Jo, shleja i me pasaportë europiane. A i e ka? Në qovë se do pasaportë shqiptare, në datë 11 mars. Shko, bëri mirë që i ku dojna. Mirë bëri me të drejtën se dhe u bëm shumë këtu. Fillun të menu italisht. Se po të shite dhe materialin e radhës, do ndronë të jo profesion, po edhe fe dhe atë dhe. Sepse tani dashurmiq, do futemi në mes të një sekti mashtruesish muni zemër të Tiranës. I sekt mashtrues? Sekt. Sekt? Sekt. Së e këtë? Po, pasën në fund. Një grup besimtarësh. Një grup besimtarësh me demek, se për insekt mashtruese, nuk ka insekt më legend se mushkonja.
E sigurt, duhet bësh egzorcizëm në fund të verës, që të heqësh ato pullat e shëmtuara që të ngelen në trup, nuk di Nuk di, unë lagjen time kam ca mushkonja vlonjata që fillojnë fisin që një janar. Po pse më jeton Vlorë ti? Jo, mushkonjat jetojnë në Tiranë. A, vinë vetëm? Po. Vinë kështu. Për aksion. Vinë ti duke fjetur, i organin, edhe fillojnë. Qa bën më? Qa ke ore? Ja, mushkoj do ti unë ma. Të njëjtën gjë, paka shumë si... Mushkonjat. Mos a janë pa... Të njëjtën gjë si këto mushkonjat, bëjnë edhe këta të këtij sektit. Dhe specialiteti i këtij sekti, di kush është? Eksorcizmi. Do me thënë këshu gjinde, shpirtra... Bravo, këshu gjërës. Apo i ke vetëm për ato vullet e mushkonjave? Të gjitha eksorcizëm, janë... all inclusive, paketa family, përfshin gjitha. Mirën, si ka shkon atje s'pagun më? Po, e vetëm kaq, po lajmi mirë është për gjitha ta aktorët që kanë ngel pa punë, pa shfaqje, pa filma, është momenti i dur që të shkoni ke ky sekti dhe të lozni rolin e jetës tuaj. Dhe me këtë rast ne kemi kënaqësinë të prezantojmë dhe piranjen tonë më të re, Avi! Është futur mu në zemër, në gjo mirë. Kirurgim? Mu në zemër të këtij sekti. Shifim. Sot është dita e çlirimit. Ky nuk është traileri një filmi horror të sapo dal në kinema, por ajo që ndodh çdo të diel në drek në katin 9 toksor të një vile në rrugën kryesore të Saukut, përpara syve të disa dhjetra dishepujve të pastor Kastriot Sinaj, krye egzorcisti i kishës katolike të gjitha kombeve. Në emër të Jezu Krishtit. Me fuqitë e tij dhuratë e Zotit, pastor Kastrioti çliron shpirtrat e besimtarëve nga djalli. Çlirou në emër të Jezu Krishtit. Ike, marove, sot marove. Je e lirë në emër të Jezu Krishtit. Je e lirë. Dhe ata ja kthejnë sakrificën me devotshmëri, duke e adhuruar si një shenjtor. Të gjithë ata që do më ndjekin në të vërtetën e besim, do bëjnë më të mëdha nga ato që u bëjnë. Pastor Kastrioti nga Bilqi i Beratit emigroi në moshën 18 vjeçare në Greqi dhe aty u njoh me njeriun e Perëndis Hari, i cili e ftoi të bëjë një nga dishepujt e tij. O adërfos Kastriot Sinaj. Kur erdhi ora, momenti, vajta unë tek profet Hari që kam përshakuar aty lart, fola, edhe kisha makinë, shtëpi, i martuar me fëmijë, lek, sa dush, doja, haja sa doja pija që doja veja ku doja. Po kjo nuk më përmbushte mua. Më tha, Kastriot, do vish të bësh dishepull këtu në kishë. Unë thash, vit bëm dishepull këtu në kishë. Unë marr 1500 euro rrogë. Unë kam grum, kam fëmijë, kam shtëpi, kam gjithçka. Për të lanë gjithë njerëz. Mos u përgjigj. Shko, mendoj, luti Zotit dhe hajde. Dhe pasi Kastrioti u mendua dhe ju lut Zotit, nisi trajnimin në ndikimin e frymës së shenjtë. Mbas 8 vjetësh, më tha profet Hari, më tha Kastriot, aty duhet të shkosh në mal tani, të lutesh, që Zoti të japi atë çka për të dhënë. Shkova në mal, u luta 3 ditë me agjerim, pa ngrënë papir, e lutesh o Zot, edhe erdhi dita e tretë në darkë, më ra fuqit, gjithçka, po lutesh o Zot tash, unë do vdes këtu. Nëse ti je i vërtet tash, dhe gjithë kjo botë tash, thot emrin tënd tash, edhe beson në ty tash. Çfarë mu duhet të di, duhet të dëgjoj zemrin tënd. Ishte në pas ditë, në ora 6, vjen një dishepull, shkon mua, isha skapitur isha. 3 ditë pa ngrënë papir, më tha familje, mirë tash. Do vish më tha apo do rish. Unë nuk vi tash unë. Vetëm të vdekur do më marr, do më merr deri këtu tash. Nëse ka Zot tash unë, le ta tregoj veten e tij. Ma paje kështu mua. Në ditën e 4 në darkë e vonë, isha raskapitur, aty me fjalë pata takimin me qevën. Aty mu dha misionin, aty pash gjithçka, aty mu dha gjithçka, dëgjova gjithçka. Edhe unë pastaj rash, pastaj më rat fikt. U ngrita i shkruajta të gjitha, çau dha, çau dha. Ditën tjetër më gjetëm të shtrirë mërdhe, më morë, pa shkova në shtëpi, u shplodha, engra pak sup, piva pak ujë, avash, erdhi djela, unë dola pastaj predikova fjalën e Perëndis, edhe lutesha aty, filluan bam. Ai bëri me zyrë si të gjitha bam. Në shtator të vitit 2023, Perëndia e vajosi për të bërë një misionar. Mëtej, pastori shqiptar nisi shërbesën me shenja dhe mrekulli të mëdha, duke u bërë kanal drite në mes të errësirës, kanal shërimi aty ku ka sëmundje dhe kanal shpresa aty ku ka dëshpërim. Si në rastin e këtij 23 vjeçari të pushtuar nga demonët. Çfarë ke shkaktuar në jetën e tij? Dhe të shëruar nga fuqia prej egzorcisti e pastorit.
Për këtë të ri do të flasim pak më vonë, sepse tani është momenti të shkojmë vetë ta njohim pastorin mrekullibërës. Hapi i parë drejt pastrimit të shpirtit në kishën katolike të gjitha kombeve është një takim në zyrën e regjistrimit të besimtarëve. Aty ku pyetjet janë nga më interesante dhe hallet duhet të tregohen të gjitha, nga fillimi deri në fund. Si jeni juve? Mirë, faleminderit, nga Elbasan. Emri im është Hëna. Juve? Kristina. Cili është problemi që të solli këtu? Jam shumë e mbyllur në vetvete, shpeshherë kam kështu ndjesi ankthi, kam filluar nuk dal më as me shoqëri, kam një dhimbje koke kështu të vazhdueshme që nuk e kam patur. Çka në jetën tënde apo erdhi papritur? Kam pas përjetuar një zënk me dashurin që kisha dhe pastaj çdo gjë filloi ndryshoi. Sa kohë lidhje kishit? Kishim rreth 2 vite. Ëndrat e tua si janë? Kur flej gjumë fleqet? Jo, shoh dhe ëndra. Shpeshherë nuk u jap dot kuptim, po janë disi të frikshme, domethënë gjëra që të ngrihen kështu si makse, trembësh. Në dhomë do errësirë apo thjesht do qetësinë tënde? Dua qetësi. Për Jezusin nuk është asnjë gjë. E merr dhe i heq këto gjëra. Do t'japi çlirimin Zotit. Nga këto për ti duhet të qëndrosh në fjalën e Tij, të lexosh pak Biblën në darkë, çojë në lutje dhe Zoti do të tregojë se Zoti është shumë i mirë, nuk do që ti të vuash për një të shumë. Një përdikim i shpejt nga Hëna, bashkëshortja e pastor Kastriotit, e cila duket se ngatron paksa dogmën e kishës me hedhjen e fallit. Ka ardhur një kohë tani që po ndahen dhe me fëmijë njerëzit. Edhe ndodh, nuk është gjë e mirë, por ndodh. Ti do dalësh në lutje, do marrësh lutje, do marrësh përgjigje nga Zoti, do marrësh atë që Zoti ka përgatitur, por unë thjesht po të them mbas lutjes që ti të luash rolin tënd si femër. E kuptoj, po e kam më shumë për këto pastoja që kam, domethënë që ndjesit, dhimbjen kokës, këto gjëra që to do i marrë Zoti, do t'i heqë. Dëgjoj shumë njerëz nga kaq shumë vitesh, humb njëra një djalë dhe kërkon të vetvrasë për një djalë. Ka vlerë të vrasësh ti vetëm për një person? Thirrje tek Zoti, do njohësh Zotin, do njohësh dashurinë e Tij, fjalën e Tij, edhe Zoti do të ndryshojë jetën tënde dhe do të ndryshojë edhe jetën e personit tjetër. Edhe unë shumë me këtë besim kam ardhur. Kem një ndjenjë, një lehtësim. Do kesh lehtësim, do kesh se Zoti të do, edhe problemet të saj janë, do thuash wow, ku isha? Nesër në orën 12 fillon. Të vret të rezervim. Kjo është shenja që do punosh në vijën e lutjes. Ju shprajmë si më tematike migren, aj, sulme në gjumë, nevra dhe breakthrough. Breakthrough është depërtimi i jetën tënde. Dhe pasi zonja Hëna nëpërmjet një seance psikoterapie ka marrë vesh disa gjëra personale tonat, me sa duket ja ka treguar të gjitha pastorit, i cili na i përsërit një ditë më vonë, pasi përfundon ritualin e pastrimit të shpirtit në prani të dishepujve të tij. Në emër të Jezu Krishtit. Mund të flas? Sulëm në ëndër, lavdin e Perëndis. Burr në ëndër. Flen në gjumë, flen, edhe shfaqet një burr edhe janë të detyruar, krijojnë marrëdhënie. Frymërat e tyre i detyruar. Ke nevojë për Jezus. Duhet të lutesh më shumë, duhet të lexosh më shumë, përdore Perëndin për lavdin tënde. Je e lirë. E kot t'ju them që i gjeti të gjitha. Duket që lidhja e pastorit me Zotin është vertikale. Më pas është rradha e një zonje të pushtuar keq nga djalli. Demonët kanë hyrë në trupin e saj dhe përplasen me ëgërsi me pastor Kastriotin. Folë! Ne? Folë! Po të dëgjoj. Ha? Folë! Çfarë ndodh? Ore. Sot do shkoj. A dhe këtu ne? Folë! Jesu Krishti është me kapë. Pikmoja. Folë, Jesu. Kush je ti brada saj? Do më tregosh? Ja. Folë. Kush je ti brada saj? Po. Kush je? Jesu Krishti do të ta. Kush je brada saj? Dhe si u futet brada saj? Jo e po Krishti nuk ishte. Aha. Po se kam marrë? Se ka shëri. Kush je ti brada? Se ndave na ti. Se ajo e do të shumë. Ajo e kërkote ku do më kamë në të mua. Do t'a gjej sot. Kush je ti brada saj? Pimi ku do me gjithë. Ha? Pimi ku do me. Ne? Ti do arrestohesh sot. Dhe do jesh në ditën e gjyqit. Fol, kush je ti brada saj? Ha? Ne? Ne? Fol! Zjarë ti më së shaj. Zjarë! Si e more? Me më shak. Si e more? Tu fol! Më në fund, pastori ekzorcist i armatosur me besim dhe vendosmëri arrin ta smbrap satanaj në trupin e gruas. Sot do flas. Vini puta. Jezus. Vini puta. Ne? Fol. Ti e zero idiot. Si u fute brada saj? Ishte zero të pastor.
Një lloj si në filma, e mira po triumfon mbi të keqen, dhe kjo fal pastorit mrekullibërës nga Bilçi i Beratit. Kjo ditë e parë jona pranë pastorit egzorcist u mbyll me dhënien e ofertave që do të shërbejnë për ngritjen dhe lartësimin e kishës katolike të gjitha kombeve. Ndoshta ditën e dytë gjërat do të na bëhen më të qarta. Prandaj na duhet të presim një javë, kur me shumë entuziazëm u rikthyem për të pastruar shpirtin. Do shkosh, në fe, Edhe këtë të diel e përsia e pastorit mbi djallin është e dukshme, që në nisje jemi 1-0. Forca pastor! Por tani është momenti kulminant i kësaj dite që ka nisur e ngarkuar për pastorin. Satanai ka pushtuar trupin e një të riu i cili është nënshtruar plotësisht demonëve të tij. Pritet një duel vërtet i ashpër. A do të triumfojë mira mbi të keqen? Drita mbi errësirën? Pastor Kastrioti mbi djallin? Le ta shohim. Ne? Kush je ti pranë ti? Ti frym satanike, ti frym depresion, ti frym frikë. Fol. Flas. A? Jo. Kush je ti pranë ti? A? Do t'rregoj. Do t'rregosh. Djalli po reziston me dinakërinë që e karakterizon, por edhe kurajo e pastor Kastriotit është në lartësinë e duhur. Je i arrestuar, nuk mund të ikësh tot. Por jo. Çfarë ke bërë aty? A? Asgjë. Në çfarë mënyre ke shkatëruar? A? Si hyre pranë ti? Sa t'rregoj. Fol me më. Më në fund, pas shumë mundimesh, momenti i çlirimit të shpirtit po afron edhe për Jozefin, të riun i cili edhe pse ka emrin e burrit që rriti dhe edukoi Jezusin me shumë dashuri, kishte brenda trupit forcat e errta të mbretërisë të Satanait. Je i lirë. Për pastor Kastriotin, një rezultat i pastër që nuk lë asnjë vend për dyshime. Djalli është në nokaut. Jozefi u bë një udhëheqës shumë i madh. Ne duam për lavdinë e Perëndisë të dëgjojmë këtë mesazh sot, sepse kur jep një dëshmi përpara Perëndisë, dhe shumë njerëz janë në të njëjtën situatë. Sepse shumë njerëz mendojnë tani që këto gjëra që ndodhin paguhet të lehtë. Thonë që është fryma e Perëndisë. Do shkojmë para kamerës së Zotit. Në vërtetësi të ta japim edhe këto. Shikojmë ditën tënde një ditë që lajmërojmë Perëndisë. Por pas gjithë kësaj betejë të paepur, Jozefi duhej të bënte falënderimin për shpëtimtarin e shpirtit. Me një video që u publikua nga faqja zyrtare e kishës katolike të gjitha kombeve Dega Sau. Për ditën që tani jam i vetëdijshëm dhe shumë i lirë. Janë shumë falënderues ndaj jush, ndaj Zotit, që në ndryshoj veten time nga e keqja, duke marrë energji pozitive. Faleminderit Jezus. Tashmë, i riu në fjalë është shliruar plotësisht nga demonët që e kishin pushtuar.
Në fakt, Jozefi nuk ka patur dhe fatmirësisht nuk ka as sot të kësaj dite, as një shqetësim të ngjashëm nga ato që demonstroi duke aktruar përpara pastorit, sepse në fakt është pjesë e stafit ton. Dhe një lloj si Jozefi që aktroi për të zbuluar truket e këtij zotërie brenda kishës katolike të gjitha kombeve, duket se ka një numër të konsiderueshëm personash që në bashkëpunim me të vetë quajturin pastor aktrojnë çdo të diel përballë 10 personave. Po se nuk ka ndonjë gjë të keqe. Unë u argëtova. Në realitet ka, edhe shumë madje. Imagjinoni pak persona në nevojë që kërkojnë të ndreqin jetën e tyre, persona të sëmurë, në depresion, të zhgënjur nga jeta për një arsye apo një tjetër, të cilët ky i veçpallur njeri i Perëndis i bën të besojnë që po komandohen nga djalli. Prandaj duhet të kërkojnë shpëtim tek metodat e tij shesharake me fraza standarde, të mësuara përmendësh në ndonjë sku të Greqisë, ku ka qenë emigrant për shumë vite. Po t'ja shtonë ma ty. Mjafton të shohim këto video gjatë qëndrimit të tij në Greqi për të kuptuar metodat e tij të mashtrimit me disa veprime bazike egzorcizmi, me gjastë të mësuara në internet, ndërkohë që përballë ka emigrant hallexhin, të cilët imagjinohet lehtë se me çfarë çmimi mund të jenë rekrutuar. Jo, fadas! Έξω στο όνομα του Ιησού. Out of her Έξω! Jesus Christ. Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Dhe mos mendoni se kjo luftë me djallin imagjinar bëhet për hobi apo për famë. Sepse besimtarët kanë detyrimin moral ta shpërblejnë pastorin e tyre për sakrificën e përjavshme që bën. Prandaj edhe kontribuojnë secili me aq sa munden. Leta tek në ajër. Ta kërkojmë. Amen. Në fakt, ato që ju treguam janë asgjë përpara këtyre skenave që do të shihni tani, në të cilat përfshihen fëmijët. Kjo vajzë është jo më shumë se 10 vjeçe dhe është dukshëm e trembur nga rituali i largimit të djallit që po kryen pastori me të. Ndërsa kjo vogëlushe 6 apo 7 vjeçare është aq e terrorizuar sa nis të qaj me dënes përballë britmave të pastor Kastriotit, i cili kërkon me çdo kusht t'ia largojë djallin nga trupi. Këta 10 persona, shumica me probleme me vetbesimin dhe pa shpresa për të ardhmen, e kërkojnë dritën në fund të tunelit te ky individ që vetë deklarohet si i dërguar i Zotit, dhe kjo është zgjedhja e tyre. Por kur në këtë teatër absurdi përfshihen fëmijët, të cilët kërkojnë t'u injektojnë histori me ëngjëj dhe djaj në një bodrum në Sauk, atëherë jemi përpara një manipulimi ndaj të cilit dikush duhet të ndërhyjë. Jam Avi, vi nga Piranjat. Më keni thënë para disa kohësh që unë shikoj maspe. Shikoj në burr në ëndër dhe ai tenton të kryejë marrëdhënie me mua. Po. Kjo nuk është e vërtetë. Po ju e pranuat, s'ka gjë. Gjithashtu kolegu im i keni thënë që është i demonizuar, është i pushtuar nga djajt dhe ju keni kryer gjithë të rritë tuaja që do ta çlironi. Kjo ishte në sy të njerëzve këtu, nuk fsheva diçka, edhe s'kam se fshe Në diçka. fakt ky ishte një aktrim. Ju po i përdorni këta njerëz, po përfitoni nga hallet që kanë, po terrorizoni fëmijët. E dini që këta fëmijë mund të pasojnë trauma të pariparueshme? Jo, nuk është. Pretendoni që këdo ta shpëtoni në këtë mënyrë nga djajt? Jo, e ke gabim. E ke gabim. Ky është një kish, është një institucion. Unë nuk kam pru njeri me zor këtu. Çdo njeri që vjen me dëshirën e vet, më kupton? Patjetër. Ju po i mashtroni njerëz. Nuk mashtroj njeri. Mos më prek, mos më prek. Jam një gazetar, mos më prekni, mos më prekni. Ju lutem, mos më prek. Zoti Kastrot mund të jepni një përgjigje. Zoti Kastrot, të lutem, mund të japësh një përgjigje. Si bëni këto gjë në sy të fëmijëve? A nuk mendoni se po i traumatizoni ta? Mjaftojnë vetëm pak fraza që grupi i mbështetësve të pastorit të reagojnë me agresivitet. Kuptohet, duke gjetur djallin brenda nesh. Satan, shporru në emrin e Jezus, kalo jashtë në vëtë. Nga ky moment, situata bëhet kaotike dhe të gjithë duan të flasin e të nashtyjnë jashtë hyrjes së ambientit. Duke bërë disa pyetje dhe ju po ktheheni me dhurë. Është koha momenti dur. Nuk ishte në fisnikë, ti po shërbes njerëzit shumë mirë. Sa ju e paguaj vatria, sa të paguaj të gjithë. Vërtet jam unë aq i aftë se Zoti mua të më përdori për lavdin e tij. Pikërisht.
Adoleshenca është seriali më i ri në Netflix që po thyen jo vetëm rekordet e shikueshmërisë, por edhe indiferencën tonë ndaj një moshe që duket sikur nuk e kuptojmë dot. Dikur fëmijët rriteshin me përralla, sot ata rriten me algoritme. Ekrani është bërë lodra e parë, shoku i ngushtë edhe mësuesi i fshet. Dhe ne të rriturit shpesh e kuptojmë shumë vonë se çfarë u ka mësuar rrjeti. Për ata që nuk e kanë parë akoma, adoleshenca është historia e një 13 vjeçari, në dukje si gjithë të tjerët, i bullizuar online dhe që më pas bëhet vrasës. Historia e këtij djali 13 vjeçar, që kryen një akt të tmerrshëm pas një procesi të heshtur radikalizimi online, është një pasqyrë e jetëve tona që na tmerron, por nuk duhet na çudis. Sepse të dashur të rritur, ky djalë mund të jetë kushdo. Mund të jetë fëmia që luan në dhomën tjetër, nxënësi që nuk flet shumë në klasë, apo djali që ka nisur të shfaqë shenja të çuditshme në rrjetet sociale. Dhe këta fëmijë nuk kanë më nevojë të radikalizojë ISIS. Mjafton një algoritëm që të njeh më mirë se vetja dhe të ushqen çdo ditë me përmbajtje që të deformon ngadalë. Ne akoma presim nga shkolla që të edukoj, kur vetë nuk i kemi dhënë mësuesve as kohë, as mjete dhe as mbështetje psikologjike. Ne akoma themi e kanë fajin prindrit, pa pyetur veten se kush i edukon këta prindër për epokën digjitale. Nuk mjafton më të themi ku janë prindrit, duhet të pyesim ku është shteti, ku janë platformat që nuk mbajnë përgjegjësi, ku janë politikat që parashikojnë edukimin mediatik dhe digital nëpër shkolla, dhe sidomos ku jemi ne të gjithë, si komunitet përpara se të jetë tepër vonë. Radikalizimi online nuk ndodh në një ditë, por shkatron një jetë në një sekond. Dhe pas çdo titulli tragjik, ka një histori të gjatë heshtjeje, mungese e vëmendjeje dhe një hallk që nuk ka funksionuar. Kjo hallk mund të jetë prindi, mësuesi, media apo çfarëdo institucioni. Tani është koha për të zgjuar të gjitha hallkat. Të ndërtojmë një dialog të ri, për jo vetëm çfarë ndodhi, por edhe çfarë po ndodh dhe çfarë do të ndodh. Dhe të mos kemi frikë të flasim me fëmijët tanë, sepse nëse nuk do të flasim ne, do të flas dikush tjetër. Fëmijët tanë nuk janë fajtorët e një kohe që nuk e kuptojnë. Janë viktimat e një bote që po ndryshon më shpejt se sa ne po reagojmë. Flor, po. Ke makinë ti? Absolutisht. Ka makinë unë? Absolutisht. Ne të dy dhe gjithë njerëzit që kanë makinë dinë se sa e vështirë është të gjesh një vend parkimi në Tiranë. Folin për vetë Lali, unë kam gjeti super vend që përkoj kollaj fare kur duan. Qa thua më? Po kushu? Në Fushkëruj. Po. Ua. Edhe maminas në Pra ndaj e do pësuar ti? Po se vinë këmë nga Fushkëruj e diri këtu. Jo, tani duhet të them diçka, ky është momenti im të them një të vërtet. Një të vërtet që e mendojmë të gjithë, por nuk e themi me zë të lartë. Tani macaruesit jeni ju këtu, ju që bllokoni ato vendet e parkimit me karrike. Ka dhe më ekonomike se karrike, se karrika mund bëjë dhe 3.000 lekë. Figura ty. Bidon uj 5 kilsh. Po si vjen zor më. Po s'mendonin çik për ne. Shiko Dojna, zaptimi i vendit parkimit nuk është asgjë para kësaj që po ndodh në Tropoj. Ata zëptojnë urat. Është ai niveli super saiyan. Qa, kjetër? Ura, që është simboli bashkimit, i zgjidhjes së konfliktit, në këtë zonë, është kthyer në mall sherrri. Prandaj, piranja jon e don Kuqi, ose Zoti Kuqi. Zoti Kuqi, m'falni. Po, gabimi im. Zoti Kuqi ka shkuar në Tropoj për të krijuar një, si tip, ure komunikimi, bashkëbisedim midis palëve, dhe shpresojnë mos na zaptojnë dhe e donin. Unë dhe them vështirë është, se është sport ai, sport. Po ishte shenjë horoskopi kjo ura. Ura. Unë për vetes dua të jem ura, shenjë horoskopi. Nuk është bregu dhe ishe bukur. Jemi njerëz bregu ne, që shpoki. Sherrri për tokat na çon kësaj radhe në Tropoj, më saktë në Murataj, atje ku një individ duket se ka bërë zap gjithë fshatin. Ai ku vrap si te makina edhe nxori thekët. Ka sulmuar direkt. Ky 62 vjeçar quhet Hamz Brahaj nga Tropoja dhe po akuzon për agresion pas fshatarin e tij, Gëzim Bisheva, rreth 10 vite më i ri, i cili mesditën e 16 shkurtit e ka sulmuar me thik pas disa konflikteve të mëparshme që kishin nisur që në vitin 2019. Unë atë ditë kisha duke punuar këtu
vinë. Nëse kur për shfaqet këtë personit të filmu mua. Po i ka zënë mua e shafa se apo më le të punoj vinë që ke prishti. Unë ngatruam në vetë, tash unë bona me dal prej vis, me lopat në dorë, ai ku vrap si te makina edhe nxori thekën. Edhe ka sulmu direkt, tash kur më sulmoi me fik, unë kisha lopatën në dorë. Unë kalova vetëm mbrojtje, se ndryshe do kishte bëu cop. Edhe do luftej me sipër me atë personin. Ai më dha një thik këtu. Bashkë shenjtë në formë V, ku pas 2 kopsa, i ikoj me vrap. Duke lënë bashkëshatarin të gjakosur buzëvinjes vaditse. Pas e kam njoftuar policin, ka një furgon me polic, një nga ata të policisë sa do të marrë me shku në spital. Ndërkohë ata pasan pa njoftuar ambulancën. Më dha mjekimin në imen e parë, më qepën plagën, vazhdova mjekim ambulator. 10 ditë edhe herë tjera më ka sulmuar me thik. Ka sulmuar me kosore, me kmes. Policia ka dini. Policia i qënë të prokuroria, po prokuroria se kuptojmë pse i pushon. Nga sa deklaron ky zotëri, bashkëshatari i tij e ka kthyer dhunën ndaj fqinjve në një formë komunikimi, duke mos kursyer askënd. Por le të kthehemi në ditën e ngjarjes, sepse teksa policia e Tropojës ishte vënë në ndjekje të tij, gjatë kontrollit në banesë, efektivët i gjetën një arsenal armësh, aq sa për të furnizuar një komando të gatshme për aksion. Një mitraloz, 2 automatik, 2420 fishek dhe 5 uniforma ushtarake e kishin kthyer banesën e Bisheves në një depo ushtarake. Para mjaftojnë këto për të mbajtur në burg një person. Fundja në teksa s'ka shumë të tepër armë në shtëpi dhe askush nuk arrestohet. Prandaj me këtë logjik, pavarësisht se prokuroria e Kukësit fillimisht ngriti 2 akuza, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit dhe plagosje lehtë me dashje, ato ran pak muaj më vonë dhe 53 vjeçari nga masa e sigurisë arrest me burg përfiton lehtësim të masës së sigurisë në atë të detyrimit të paraqitjes. Mund të ngjajë pabesueshme, por është tërësisht e vërtetë. Prokuroria e çështjes ka pranuar ankimimin e bërë nga pala mbrojtëse e Bisheves dhe më pas gjykata vendosi që gëzimi, pavarësisht armëve të gjetura, plagosjes së fqinjet dhe largimit nga vendi i ngjarjes, të lihej i lirë. Duke u kthyer në fshat, aty ku nuk ka problem vetëm me Ham Zbrahajn, por dhe me bashkëshatarët e tjerë. Tua kom tokën, edhe nuk kom rrugë për me hi me thyje tokën me miell mishër ose grum. Këtë urën e ka bo bashkia. Ky shoqi që ka orën këtu poshtë nuk lën me kaluar. Ja, se morë më me ta. Se me e palon, apo unë kisha një direkt të në. Ke shku të bashkia i interesu? Po, ka thonë kryetari i bashkisë me prunë kërkesën kur të lidhesh këshilli bashkiak, nuk më ka kthyer përgjigje asa. Sa kohë ka që të rëzën toka? Qysh në 2019, nuk bo kjo prita dhe kënaj nuk ka ju. Çfarë dëmi të ka sjellë gjithë kjo? 50 kg janë zhmarë, ka desh më thyj që 5 vjet janë zhmarë. Bëhet fjalë për këtë urë, e cila është ndërtuar në vitin 2019 nga Bashkia e Tropojës, që do të shërbente 10 familjeve për të shkuar tek tokat e tyre, por që prej vitit kur ndërtua, e sot e kësaj dite, është e zënë nga 53 vjeçari, i cili e ka privatizuar, duke vendosur gardh, duke mos lejuar të tjerët të shkojnë tek tokat e tyre. Dhe kush e kundërshton përballet me pasojat, pavarësisht statusit apo moshës, si në rastin e këtij 80 vjeçari. Ne kanë dalë para, pse janë kohë ju për tokë, jem katafisht, ne kanë dalë, kaç mafioza janë ata, sa kanë arrit me thonë, ata ne dulen para. Se si kisha dalë babës ti, para me marrën botën. Janë jashtë torbisë tjerëzor ata. Ne kanë tuar në atë gradë sa nuk bëma. Do me marrë këtë tokë, pa fakt, pa kur jo. Jashtë të nanuar vëmit ligjora, jem në kur bashki, jem shkuar jetosi, kam bledh këshilli bashkiak, ardhe ka hje gardhi një herë, e kanë dhua prap, prap shtyti, e kanë dhua prap, nuk merë kush parasysh, ne kërcojnë në pazar, ne ofendojnë, su kem hak asile. Ka 2 vjet ke punë që po vazhdon kështu. Toka për çdo njeri është personale e shenjtë. Ti më drejtë e gardhin e notonë, jo jam ja. E ndërkohë që përplaset çdo ditë me fqinjet e tij, Bisheva dal nga dal, po zapton dhe shtratin e Përrojt, Bashkia e Tropojës duke se është dorëzuar përballë këtij individi, prandaj vendosi të hap një rrugë të re, duke marrë tokën e disa banorëve, të cilët në mirë kuptim ja falën shtetit për rrugë. Fola me vllazën mi, me njerëz mi, u thash kështu, onjënam ka kaluar njerëzit për ujë, për ujëra të zeza, edhe menuan me afal katunit të këtë pjesë rrugë. Por dhe kjo e fundit, po ikën nga fuqia gërryese e Përrojt, që ka devijuar drejtim pasi zotëria problematik. E ka bllokuar komplet gjerësinë e shtatit Përrojt. E ka mush me filiza pyjor të prem gjatë 3 viteve. Gjerësia jugore e rrugës së re u qetësua në shtat Proni. Gjerësia e shtatit Përrojt u përvetësua
trajtue në mënyrë të palishme nga i forti i lagjes si këtë asit. Zoti Gzim Dinbisheva i ndihmuar nga sistemi i padrejtësisë. Se nuk s'ka drejtësi, se pas drejtësi nuk është guxuaj. Ne kërkojmë vetëm të drejtat e mia të mohuara në vite për një kriminal, se bllokimi i rrugës është veprim kriminal. Këto janë pretendime dhe akuzat e forta të banorëve ndaj këtij personi që nga sa shihet është kthyer në tmerrin e bashkëshatarëve të tij. Tani le të provojmë të dëgjojmë versionin e tij të historisë. E Don Kuçi nga Pirania. Çfarë kërkoni më shumë nga Hamza? Pse nuk e lini qet në tokën e tij? E keni dhe plagosur mbi çiftet. Rrugën e fshatit e ke bllokuar. Urën që ndërtoi bashkia për fshatin e ke bërë pronë tënde. Tani nuk do ta lësh as vadisi tokën e vet. Mendon se heshtja është zgjidhje. Si mund të plagosësh dikon? Nuk besoj se është zgjidhje kjo. Nuk të bën as burr më të mirë. Ka këtë vëgjith gjykata. Çështja është akoma në hetim. Thjesht kanë ndryshuar masën e sigurisë. Pra gjykata se ka thënë akoma fjalën e vet për këtë ngjarje. Si mund godisi dikon më si ti nuk ke problem vetëm me Hamza. Ti ke problem me gjithë fshatin, me gjitha zonën aty. Je beu i fshatit. Domethënë gjithë ajo është toka jote. Ke gjujt me grushta dhe i burri 80 vjeç. Që është mosh me babain tënd. Unë t'jevi kërcënuar nga një 80 vjeçar. Zoti Bisheva, sikur t'ishe kaq i qetë edhe me bashkëshatarë sa je me mu. Kaq i qetë ke qenë dhe në gjykat, besoj që mbushë mendjen që t'lanë detyrim paraqitje. Zoti Bisheva e ka ndarë mendjen që mos thojë asnjë fjalë. Do doja shumë në fakt që këtë karakterin e qetë dhe që nuk fleta kishte me bashkëshatarë dhe jo me ne, që në fakt kërkojmë vetëm një sqarim. Me sa duket ka dy karaktere që me ne është ndryshe, me bashkëshatarët është beu i fshatit. Kemi ardhur për zgjidhje. Si do ta zgjidhim këtë situatë? Që secili të ri rahat në pronën e vet. Mos ketë dhunë, mos ketë kërcënime, dhe mbi gjitha mos ketë plagosje si ajo tjetra, se ai ka akoma shenjen. Mendoj që gjëja më mirë se sa të bërë scroll në Facebook është që ta japësh përgjigje, se zgjidhjen për këtë nuk do ta japi Facebooku, se i bërë si shtëpisë te komisariati i Tropojës. Gëzimi e ka ndarë mendjen të mos flas me ne, por dikush që di të lexoj buzët nuk e ka të vështirë të dëshifrojë preshërinë e sharjeve që morëm. Zoti Gzim, kemi ardhur për zgjidhje, që kur të takosh herë tjetër Hamzën, mos ndroni rrugë nga njëri tjetri, por takoheni si fëmijë të mirë. Zoti Gzim, më vjen mirë që të shoh duke buzëqeshur, por paktën t'ju buzëqeshësh dhe fëmijëve. Do më shtypësh, e ke ndarë mendjen që do më shtypës, pa shishara për dhëm. Zoti Bisheva, është më mirë që të flisni. Pas na shau mirë, ruajti qetësinë vetëm për mos dhënë sharime, sepse ka problem jo vetëm me Hamz Brahajn, por dhe me gjithë fshatin. I shan, i kërcënon, madje dhe i plagos. Po ora ndërtuar me fondet e bashkisë, pse duhet qëndrojë e bllokuar nga ky individ? Vetë prokuroria e Kukësit, që prej vitit 2019, pas kallëzimeve të bëra nga Hamz Brahaj për zaptimin e tokës, kufin dhe zënien e përrojt, e pason topin tek bashkia, si organi që mund të zgjidhë çështjen. Sipas banorëve, e gjithë kjo ka trahur me tokat, ka ardhur nga plani i rivelimit i bashkisë Tropoj në vitin 2019, që nuk ka ndarë siç duhet, se kujt i takon çfarë. Por kuptohet, bashkia nuk ka ndërmend të ndërhy, duke thedhuar edhe më shumë konflikte, që quajnë në plagosjen e Hamzës me thik dhe dhunën ndaj 80 vjeçarit. Por më tepër, që me sa duket pas kapjes së kryetarit Rex Byberi nga SPAK, askush nuk e ka mendjen të zgjidhë problemet e qytetarëve. Bosh. E mbyllur. E mbyllur. Alo? Ora shënon 15:22 minuta dhe jemi në bashkinë e Tropojës, e cila duhet të shërbejë rreth 28.000 banorëve, dhe në këto momente nuk ka asnjë nga funksionarët e lartë në shërbim të qytetarëve, ndërkohë që punojësit e administratës, njëri pas tjetrit, kanë braktisur detyrën, ende pa shkuar ora 16.
Pasi kryetaren e detyrë, Zyra Islamaj nuk e gjetëm në zyrë dhe nuk na hapi telefonin, vendosëm ta telefonojmë 2 ditë më pas. Por zonja Islamaj ashtu si Gëzim Bisheva nuk flet, madje këtë herë e bën komike situatën. Alo? Po? Zyra, si jeni? Po, mirë, se ka luga? Mirë, jam e Don Kuqi, gazetari nga Piranjat. Alo? Zonja Zyra, mund të flasim vetëm pak minuta të lutem për një problem që kanë banorët në lagjën Murataj? Alo, zonja Islamaj? Zonja Islamaj, nuk besoj se është etike të hapësh telefonin dhe mos t'i përgjigjesh një gazetari. Ne ishim dhe në zyrë, ju pritëm 3 orë dhe nuk kishit. Të paktën në telefon na u përgjigjni. E mbylli. Zonja Islamaj, ashtu si Gëzim Bisheva e ka ndarë mendjen për mos thonë asnjë fjalë. Pasi e hapi telefonin, qëndroi disa minuta, duke mos thonë asnjë fjalë, sapo mori vesh se kush e telefonon, vazhdon e qetë jetën e saj. Se harruam. Jeni që jeni. Ktheja një mitrolozin Gëzimit, se ndoshta mund t'i duhet. Për dozën javore të dramës në familjen e do të shkojmë në Shkodër, atje ku babai i 2 vajzave, pasi kryen dënim me burg për dhunë ndaj së shoqes, kur kthehet në shtëpi, nuk gjen më askënd. Dhe na më duket se sapo pata një déjà vu. Sa të njoh, është e tmerrshme. Pas kaq sezonesh, unë e dija që ti do thoshe déjà vu. Po se është fiks. Ja, është rast tjetër. Sepse burri i historisë së sotme e ka kryer dënimin dhe kërkon të di a janë gjallë, a jo dhe ku janë mbi të gjitha fëmijët e tij. Tani se nuk tha shkot që patën déjà vu, mos më thuaj që këtë investigim po e bën dhe Fra Erdorista. Po dhe po. Fra Erdi edhe pak mund të hap kështu një agjenci private që kërkon njerëz të zhdukur. Ai Dashtino? Ai Dashtino, po. Ne kemi Fra Erd Shtino. A do arrit të gjej edhe në këtë rast ku janë fëmijët? E ndjekim. Kam bën një kërkesë për divorc, po këtu e 3 vjet, edhe nuk po më jepet vendimi. Unë du të vazhdoj jetën, du të martohem. Probleme kam me shortën se alle fëmijët nuk më qet për t'i pa, kam 2 fëmijë. Njëra është 2 vjeç tani, e madhja 5. Nuk ka dhënë një përgjigje as gjykata, as prokurori, prandaj u drejtova këtu te ju. Kërkesat e Pjetër Kolës, 40 vjeçarit shkodran nga Vau i Dejes, janë të thjeshta në dukje të parë, por arsyet apo rrethanat që e kanë sjellë deri këtu janë disi të komplikuara. Dhe siç tha ai vet, kanë të bëjnë me ish-bashkëshorten e tij. Jemi njoft me shkusi. Fillimet kanë qenë të mira, jo të këqija. Kemi një diferencë rreth 13 vjet. Sa po erdhi fëmia tjetër në jetë, aty filluan debatet, konfliktet, filluan dyshimet, filloi punë, thoshte jam te puna, nuk e gjenja te puna, s'kam shku te puna sot se jam në smur. Tani çdo mashkull pak a shumë e di se kur flen me gruan e tij, kur nuk flen me gruan e tij, edhe unë e kërkova në mënyrë njerëzore që kur të vi fëmia në jetë, të bëjmë një test ADN-t. Edhe këtu filluan ato konfliktet e mëdha pastaj. Të kesh dyshime në çift është diçka normale, por kur nuk ke asnjë fakt që do të cilësohet si tradhti, atëherë ndoshta kemi të bëjmë me paranoja, që natyrisht shkaktojnë çarje të pakthyeshme mes partnerëve. E kam parë shumë herë me shenjë kështu në krah, nga fytyra jam rrëzuar thoshte. Kur i kam kërkuar testin e ADN-s, ajo ka ikur. Mbraktisë i fëmit, ka qenë vajzë sa për lindur foshni 2 javshe, edhe nga që ishte foshnia e vogël i mora kalamajt e i çova te prindë mi. Prita deri nga ora 10-11 e darkës, edhe shkova bëra kallëzim në policinë e Vaudesit të nesërmen. Ka shku baba te komisariati, oficeri policisë gjyqësore i ka dhënë një letër babës tem që të dorëzoj fëmijët. Ka shku me gjithë babën, me furgonin e policisë, kanë marrë kalamajt, ka ikë te prindë vet. Të gjithë këtë episod të treguar me zë dhe figurë nga Pietri do ta dëgjoni pak sekonda më pas edhe nga ish-bashkëshortja e tij përmes letrave, versioni i cili është krejtësisht i ndryshëm nga ai 40 vjeçarit. Por për momentin sqarojmë se pas asaj ndarje të përkohshme, u bashkuam se ndihim ndërmjet baba, xhaxhai i saj, i mbyllim, i afruam punët. Po gjatë kohës që ne ishit në ndam, unë kisha bërë kërkesë pa di për divorc. Dhe a ndryshoi mendje Pietri për divorcin apo ADN-n e fëmijëve? Mendjet nuk ndryshova, ja kam thënë asaj, ta lëm pak kohë, nëse vazhdojmë dhe jemi mirë, bëj tërheqin. Por gjërat nuk shkuan as pak sipas planit. Unë isha në punë, kam ardhur te shtëpia, një tim në borë, ka ardhur policia. Edhe më tha oficeri i policisë që akuzohesh për dhunë familje. Këtu duhet të ndalemi pak e të sqarojmë versionin e ish-bashkëshortes së Pietrit. Jo përpara nesh,
por përpara OPG-s. Krahas kërkesës së padisë së 40 vjeçarit për divorc, e reja kishte bërë kallëzim në policinë e Shkodrës për dhunë në familje. Unë s'kam pa ekspertizë mjekoligjore. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë fajtor duhet të gjendet avokati i Pjetrit për moskryerjen e detyrës. Pasi në vendimin e 4 tetorit 2022, ku Pjetër Kola u shpall fajtor për dhunë në familje, shihet fare mirë se pjesë e dosjes është dhe akti i ekspertimit mjekoligjor, në konkluzionet e të cilit sqarohen dëmtimet në trupin e 27 vjeçares. Shenjave, pretendimeve për dhunë fizike, dëshmive të familjarëve të saj u shtua edhe pranimi i fajësisë në sallën e gjyqit nga vetë 40 vjeçari, çka bëri që ai të dënohej me 1 vit e gjysmë burg. Kem qenë në paraburgim edhe morja vesh që ka rëmby kalamajt edhe është dukur. Të nesmen kam bën një kërkesë padi në prokurorinë e Shkodrës për zhdukjen e kalamajve. Dhe nuk mbakthy përgjigje. E kur s'të jep informacion prokuroria, ta jep lagja. Ku ka policia apo prokurori më të mirë? Në fillim më thanë është në Gjermani. Pastaj tu pyet në për njerëz, më thanë që është në Belgjik. Kalimi i vajzave të mitura në kufi pa prokurën e babait ishte një tjetër shqetësim për Pjetrin, i cili pasi doli nga burgu bëri një tjetër kallëzim në prokurorinë e Shkodrës për zhdukjen e fëmijëve. Edhe pas 10 ditës më kthen përgjigje me shkrim që nuk është punë e prokurorisë, por është e gjykatës. Edhe Arta Llazari po të njëjtën përgjigje më dha që nuk është çështja jone, është e prokurorit. Në fakt, këtu e drejta është nga gjykatësia. Nëse fëmijët zhduken, qoftë edhe me një prind, është policia në bashkëpunim me prokurorinë, të cilët duhet bëjnë hetimet e nevojshme. Por nuk ndodhi kështu me rastin e Pjetrit. Unë nuk kam asnjë informacion për fëmijët. Nga dita e arrestimit që kam po më, bën 3 vjet. Opinioni mund të jetë i ndarë se kush është fajtori në këtë përplasje në çift, por fakti është që zënkat kanë nisur për shkak të kërkesës së Pjetrit për ADN-n e fëmijëve, të cilët sot ai kërkon me dëshpërim. Mos ndoshta kjo puna e ADN-s ka qenë thjesht pretekst divorci? Pasi një baba që dyshon në atësinë e fëmijëve, ndoshta nuk ka pse të jetë kaq këmbgulës për t'i gjetur ato. Ka marrmalli besoj. Jam mundu me komuniku me te, fëmijët nuk ka pranu fare me mi qitë telefon, e vetëm gjë që më ka thonë për t'i dërgu lek. Ku t'i dërgoj lek të? Të kush? Si? I dërgoj lek, dhe sa t'ke mundësi, ose sa të ndetërojnë shteti, si është paktën t'i takoj. Në kohën kur Pjetri mësoi se ish bashkëshortja ishte larguar drejt Belgjikës, arriti të siguroj edhe një numër të saj. Por me sa duket mosmarrveshjet vijuan dhe e reja jo vetëm që nuk janë zori fëmijët për t'i parë, por edhe e bllokoi, duke bërë që ai të humbas çdo kontakt me to. Kështu që një ditë pas kësaj interviste, ritakohemi me 40 vjeçarin për të nisur kërkimet me shpresën e gjetjes së fëmijëve. Ndalesën e parë bëjmë në qytetin e Shkodrës. Këtu jemi të shtëpia ku kam banu me nusën dhe 2 kalamajt, deri në momentin e arrestimit. Kur kam dalë nga burgu, pas 8 muajsh, u riktheva këtu, i gjeta çdo gjë të mbyllur. S'kishte njerëj, maraku më i madh jemi është që ta di ku ndodhen fëmijët me Kajan, ajo mund të jetë mbartu të vazhdoj jetën, nuk e kam problem. Kam bën shumë përpjekje për të komunikuar me të. Ne kemi një numër, sa e provojmë? E provojmë. Mund ka bën blok me tërë numrat, unë po provoj me një numër të ri. Ne kam mbyllur si not. Telefoni është mbyllur. Shkojmë te shtëpia për ndërsa. Nëse nuk e gjejmë aty, ndoshta marrim disi informacion. Patjetër. Së bashku me Pjetrin udhtojmë pak minuta larg Shkodrës në fshatin Bardhaj, aty ku banojnë familjarët e 27 vjeçares. Pavarësisht ndjeshmërisë që ka kjo çështje tek familja e vajzës, jemi shpresë plot që do të marrim informacion për vendodhjen e saj dhe të fëmijëve. Dhe pas 3 vitesh, të paktën Pjetri të mund t'i shoh e të dëgjoj zërin. Për të qenë sa më korrekt me ta, shkuan te familja e 27 vjeçares pa Pjetrin. Një vajzë afrohet tek porta. Shkemi, si e? I ke në shtëpi prindrit? Jo, nuk janë këtu. Ka ndonjë problem? Vajza me të cilën po komunikojmë është ish kunata e Pjetrit. Bëhet fjalë për motrën tënde, ish bashkëshorti i saj, është munduar gjatë gjithë kësaj kohe për të rënë në kontakt për fëmijët, sepse nuk e ka takuar edhe është bërë merak se s'di thot ku janë me kërrin. Ka pas një numër të motrës tënde, po e ka bllokuar ajo. Nuk e ka marrë numër. Ti ke kontakte me motrën, besoj ke. Mendojnë që mund të bëjmë diçka. Biri ti numrit, vetëm ti shohë fëmijët. A din cila është arsyeja pse nuk ja lejmë fëmijët? Pse? Se kena frikë sa i merr dhe largohet me to. Mosmarrveshjet e kësaj familje duket se kanë qenë aq të mëdha, saqë frika e tyre sot është se vetë babai do të jetë rëmbyesi i fëmijëve të tij. Ndaj vajza telefonon maman e saj. Ka dikush një gazetar, edhe don me fol pak me ty. Zonjë si e, jam Frardi, jam gazetar. Ish dhëndri juaj ka merak dhe dëshirë për të parë vajzat e tij. Po çfarë problemi bot mine vetëm i pas ça herë shtoj. Pinën tim vajt vetëm të rrit vet. Në vetëm një fjali morëm 2 lajme të mira.
Vajzat e mitura janë në Shqipëri dhe shëndosh si kokra e modës. Dhe gjyshja e tyre është dakord që babait I takoj. Mirë, po aty është dhe ish bashkëshortja e Pietrit, e cila nuk ndan të njëjtin mendim. Si t'jetë marë, si t'jetë tërë, pa I të me. Ti kam hallet e mija burë. Nëna e dy vajzave na e mbylli telefonin dhe la të kuptoj që nuk ishte dakord për një takim mes babait dhe fëmijëve, por nga gjyshja e tyre e morëm një dritje shile, ndaj kishim shpresa. Pjetër, aty nuk ishim prindrit e ish bashkëshortes, ishte motra e saj. Qa mendon, ke ndonjë ndjesi? Mund t'jenë edhe në Shqipëri, nuk e di. Po sikur unë të them që do t'i takosh sot. Kjo e mi pres. Shumë emocionu. Ka të shkaq kohë që kërkoj. Pietri loton nga gëzimi, ndërkohë ne ishim të bindur se nëna e vajzave do të qetësoj, e pavarësisht gjithçka e kishte ndodhur mes saj dhe ish bashkëshortit, nuk do të bëhej pengesë për takimin e shumë pritur. Megjithatë, disa masa duhet I merrnim. Nisemi nga fshati Bardhaj drejt qytetit të Shkodrës. Një takim mes babait dhe fëmijëve në praninë të efektivëve të policisë ishte gjëja më korrekte që mund të bënim për dy arsye. Pietri pretendon se akuza e ngritur më herët ndaj tij për dhunë në familje ishte e stisur, ndaj prania e policisë do t'i jepte siguri. Siguri do të kishte edhe familja tjetër, frika e së cilës ishte rrëmbimi I fëmijëve nga babai. Pasi koordinohemi me specialistin e zonës, fshatit Bardhaj, disa minuta I shpenzuam edhe me psikologun e policisë, I cili I dha disa këshilla të vlefshme 40 vjeçarit. Një ndërto ishte surpriza që mund t'i bënim vajzave pas kësaj kohe të gjatë pa praninë e babait. Ndaj së bashku me Pietrin shkuam në dyqanin më të afërt për të blerë dhuratat për to. Më pas nisemi sërish drejt fshatit. Sa bombërim na pret ish bashkëshortja e Pietrit dhe nëna e saj. Vajzat e vogla dolën njëra pas tjetrës. Pas pak me dhuratat në dorë na bashkohet edhe Pietri. Më bizabra ju. Atë ka marrë malli për babet. Qa do më shënë sebet, e një vajtat mila. Ka shumë kohë pa u parë, të mos jesh afër fëmijëve teksa ata rriten, të mos kesh pranë babain kur e thapat e parë, këto momente na emocionuan të gjithëve. Ka pu babet di kukua, një peti. Ha? Po? Po të vëmë ti. Hapësh? E të falë parë. Edhe ma hap. Edhe vetë mu babet me hap. Pëlqen kukla? E bukur? Hajde tani faqe botë. Momentet emocionuese për Pietrin kaluan shpejt, ashtu siç kalon shpejt çdo gjë e bukur. Tashmë ishte koha për t'u larguar. Ciao. Ciao. Hajde rake babet. Të bindur se as Pietri dhe as vajzat nuk do donin që ky takim të mbaronte kaq shpejt, por ishte vërtet si një fillim I ri. Mes babait dhe vajzave të vogla nisi një tjetër kapitull, që shpresojmë do të jetë I gjatë dhe I bukur. Pjetër, si e tani si ndjesh? Shumë mirë, ju falenderoj me gjithë zemër, jam shumë I gëzuar, tash po çaj në qesh, jo nga halli, gëzohem që I gjeta, gjë e mrekullueshme. S'kam pa ndonjë gëzim më të madh. Për pak harruam një nga problemet për të cilat Pietri ishte interesuar. Gjykata, divorci, vendimi. Prandaj I bëm një shkresë zyrtare gjykatës së Shkodrës lidhur me statusin e çështjes së Pietrit dhe ish bashkëshortes, por nuk morëm përgjigje. Megjithatë, në rrugë jo zyrtare zbuluam se për çështjen e regjistruar në muajin mars 2022 janë zhvilluar gjithsej 5 seanca, prej tetorit 2023 deri më 28 maj 2024 dhe në të 5 seancat, pala e paditur, pra ish bashkëshortja e Pietrit, nuk është paraqitur në sallën e gjyqit. Ndaj më 28 maj 2024 është marrë në mungesë vendimi për zgjidhjen e martesës, por ky vendim edhe sot e kësaj dite ende nuk është zbardhur dhe nuk është reflektuar në gjendjen civile të vahut të Dejës, çka e penalizon Pietrin të lidh martesën me gruan me të cilën bashkëjeton prej vitesh. Ndoshta kur ta shoh këtë histori, ku janë të përfshirë edhe dy vajza të mitura, gjyqtari Allazari do ta mendojë ndryshe zvarritjen e deri tanishme të një procesi tashmë të mbyllur. A nuk do të ishte gjëja më normale që të dyja palët të nisin një jetë re?
ku gjep për Velinat. Ja, edhe Velin e prezentus lumë ata që jetojnë Buznetit. Këtë javë, Dojna, ti di shumë mirë. Po se... Pse jam bërë kështu sot? Si e bërë kështu sot? Je bërë shumë më bukur. E kam pak me vones. Nese, ku jemi? Jemi tek statusi që hodhëm ne para pak ditësh në rrjetet tona sociale, që çfarë kafshë do ishte qeveria shqiptare nëse do jetonte në botën e tyre. Por, duke qenë se jeton në botën e çuditërave, përgjigjet flasin vet. Dhe ja ku janë. Në tabelë të nderit. Tani, Endri, Shushunj thot, na pin gjakun. I afru shumë. Bravo. Shushunja po mushkonj? Mushkonja me një pik shtym vitin. Ka shkute Shushunja? Shushunja pi derisa plas, nuk e kupton. Vazhdoj mesazhin tjetër që vjen nga, thot, kokosh ose gjel. Të mos lërë më pula pa shtypur si që ka shtypur me ko ato që ka mbi vete dhe nën vete. Vjetë për kreativitetin. Po, gjeli i shtyp pulat kur po fillojnë t'i hajnë bukën, përveç se për netët e bardha. Por, ndryshimi është që gjelin t'i e therë për Thanksgiving ose këto festat e tjera. Këto festa tradicionale të vendit tonë. Kurse këta gjelat që kemi në e therin popullin për dit. Kalim tek një tjetër mesazh. Nuk ka kafsh kaq të poshtër, pra është kështu kategorinë vetes, ka fare kafsh kështu. Këtë javë keni qenë, nuk e di, na keni bërë krenar këtë javë. Bravo. Se ta lash kështu. Ja. Mesazhi tjetër. Gjarpër me zile. Kurse kam kuptuar çfarë do të thotë gjarpër me zile. Ta shpjegoj Lori. Është një gjarpër që ecë dhe ka në fund të bishtit ka ca si zilka. Si thonjë, më saktë, si thonjë me një tjetër dhe i tund ato. Që njerëzit huton të shofin ato, ndërkohë i gjarpëri vjen edhe të pickon. Okej. Është e njëjtë zhurmë si kur tund sheqerin në tavolinë? Para se me bu kafe? Ai është. Pra jemi fuqishëm në botën e kafshëve. Atëre, se jatë Dorina, rëqebull, qelbës me pak fjalë. E dashur se Dorina. Që e ke shkruar. Po ti që dike shumë për botën e kafshëve. Që ke ekspert më. Më vjen keq. Dia unë këtë. Do ju them ca kuriozitete, mundemi të ju ham kohë me kuriozitete. Nuk shkruhet rëqembull, po është rëqebull. Dhe rëqebulli është macja e egër, shumë e rrallë se janë 4 lloje në gjithë botën. Dhe ne kemi një që është mes Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dhe është kafshë shumë si quhet, krenare, që kur nuk ka ushqim, nuk çiftohet, nuk martohet, nuk vendasen, pranon të vdes. Dhe është një kafshë në rrezik zhdukje. Ua, Lali, kush ta ka dhënë biologjin ty? Profesor Benjamini. Përshëndesim. Ka të një tjetër mesazh dhe bëhemi serioz. Izu Bler, 10 gjebosur me bishtin përpjet sa herë na e kanë thënë në shtëpi, sa herë ma thoshte gjyshja ime 10 gjebosur me bishtin përpjet. Po, në fund mujt, çik djathtë të dhije. Desha, 10 gjebosur me bishtin përpjet. Tani kemi një informacion tjetër për të vinë? Dhia. Është e vetmja nga kafshët që beben e syrit e kam gjithmonë me horizontin. Qofse shkon në një pjersir ose ngret në malore, bebja e syrit rri gjithmonë kështu. Okej, mirë. Ja dhe një gjë tjetër. Ju lutem hapni një gofaun. I gjithmonë drutur. I rri gjithmonë zjebosur. Ama bishti? Përpjet. Lëm kemi mesazh, po më duket si orë biologjie. Si Driti thot gjarpër, Editi thot kucetër, Alberti thot mushkojnë që të pi gjakun. E tham, mushkojnë, e tham që në fillim. Alberti që ka anemik, e i pi gjakun, mbaro ka punë Alberti. Besoj se ka që ishim kamë? Ka që ishim, jeni shumë kreativ, shumë interesant, faleminderit e mbyllim orën e biologjisë, jo, e mbyllim. Zysha fiskulturës, të lutem, ka student që kanë ardhur për përmirësim note. E mbyllim, kemi akoma. Po kemi akoma më zysha fiskulturës. Mos e ofendoni kafshët, bravo, asin kafsh nuk sillet si këta. Të them Chihuahua do ofendoj racën e tyre. Bravo. E ka thënë Velia që janë një dërkuc, ku futen lekët e kursimeve, vjedhje. Dërkuci nuk është se nxaj shumë, Po, pra. Të themi është goxha modest. Tani, me që jemi në temë, u fole, u stërfole, qa nuk u tha për listat e deputetëve që parti dorëzuan në KQZ.
Listat hapura, listat mbyllura, lista pa erosje, lista pa dritare, lista pa dyer, lista pa shtesa. Po, lista të palosura, lista të ndërëra në tel të rrobave, lista me rrudha, lista pa rrullë, lista brënda matrioshkave njëra mas tjetrës. Megjithatë, në lista në arritëm të gjenim 2 emra. Janë 2 fytyra të reja dhe shumë simpatike të politikës dhe qa bëm ne? I pam të mira të dashura të ëmbla, thamë, nuk i bëm përballë njëra tjetrës. Në ringë ty, morë dhe shmora. Dhe kemë bërë atë intervistën dopjo që është karakteristike e piranjave. Dopjo, po sigurisht e hapur, jo e mbyllur. Su flaq. Dojna... Pa qetë. Uria bën të vetën. Më të rëndësishëm zgjedhësit apo kryetari? Zgjedhësit. Më të rëndësishëm janë zgjedhësit. Më i rëndësishëm kryetari apo partia? Familja politike. Kryetari dhe partia. Më e rëndësishme partia apo Shqipëria? Shqipëria madhështore. Shqipëria, absolutisht. Çfarë është për ju kundërshtari politik? Rival. Kundërshtari politik është i domosdoshëm. Pro apo kundër legalizimit të kanabisit? Kundër. Unë jam pro. Pro apo kundër mbylljes së TikTokut? Kundër. Jam pro mbylljes së përkohshme të TikTokut. Jeni për legalizimin e martesave të së njëjtës gjini? Unë besoj që burri dhe gruaja janë mënyra se si krijohet familja. Jam për legalizimin e dashurisë dhe lirisë. A i lexoni komentet online? Po, ka raste edhe që i lexoj. Jo të gjitha se kam hallë se më tronditëm. Jeni për më shumë kontroll ndaj mediave online? Jam për një rregullim të medias online. Jo, nuk jam për kontroll të mediave online, jam për kontroll të vetvetes. I keni bërë blog ndonjë gazetari? Jo. Asnjëherë. Keni marrë ndonjëherë komente për pamje në vend të ideve? Po, shumë herë. Po, negative dhe pozitive. A është politika toksike për gratë? Është shumë e ashpër, mund të jetë toksike, por unë kam zhvilluar një lëkurë të fortë të mjaftueshme për të mos më ndikuar. Absolutisht jo, nëse bëhet e mirë. Cili është stereotipi më qesharak që keni dëgjuar për veten? Pamja komentohet përgjithsisht, por unë nuk kam dalë për garuar përmis. Komuniste qelbur. Ka ende seksizëm politikën shqiptare? Shumë dhe jo vetëm politikën shqiptare. Mendoj që jo. Cila është superfuqia e një gruaje në politik? Mendja, idet. Vërtetësia dhe sinqeriteti. Nervozoheni shpesh? Jo, e kam durimin, besoj një nga pikat e mia më të forta. Nervozohem. Cili është fiksimi juaj më i madh? Nuk kam fiksime. Fiksimi im më i madh është të ris djalin dhe ta edukoj mbi të gjitha me norma dhe me rregulla. Keni ndëruar ndonjëherë gomën e makinës? Jo, nuk e kam ndruar asnjëherë. Disa herë dhe të frustradës. Çfarë muzike dëgjoni në makinë? Të gjitha llojet, po më shumë në makinë pëlqen të dëgjoj radion, kështu që i besoj edhe për zgjedhjes që zgjedhin DJ-t në radio. Në makinë mundohem të dëgjoj muzikë ritmike, po sidomos rock. Ndiqni podcaste? Dëgjoj her pas here në darkë, tuaja kryesisht. Jo, shumë rrallë. Vetëm kur jam vetë. Kush është politikani që ju ka surprizuar pozitivisht? Mendoj që Sali Berisha është politikani që ka surprizuar të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm për rikthimin më të fuqishëm dhe më të pabesueshëm në historinë politike të Shqipërisë. Këta të rinjt, shumë, nga të gjitha krahët. Cila deputete vishet më bukur në parlament? Nuk e kam parë asnjëherë me këtë sy dhe nuk kam dashur asnjëherë të shihem as unë me këtë sy. Nuk e shoh fare këtë gjë. Keni bërë ndonjëherë gaf në publik? Gaf nuk besoj, por sa herë që dal mendoj që i rikthehem atyre që kam thënë dhe përpiqem ta përmirësoj veten. Sinqeriteti im është shumë i madh kudo dhe harroj që kam kamerën përpara dhe ndonjëherë jap gojës më shumë se duhet. Jeni më shumë njeri i mëngjesit apo i natës? Jam një person i punës, pavarësisht se kur është mëngjes apo darkë, nuk kursehem, duhet ta mbaroj atë që kam nisur. Unë jam person dhe i mëngjesit dhe i natës. Sa orë gjumë duhet flej një kandidate për deputete? Mendoj që pyetja duhet të jetë sa duhet të rizgjuar, aq sa të jetë nevojshme për të kryer gjitha punët që duhen. 5. Melodia e alarmit të mëngjes? Zilja në telefon. Më del gjumi përpara alarmit. Me cilin politikan nuk do të shkoni kurrë me pushime? Familja e para, sigurisht dhe me miq. Me shumë nga ata. Po të mos ishin politik, çfarë do të bënit? Unë nuk kam qenë politik edhe kam pasur një karrierë të konsoliduar në diplomaci. Do bëj gara dhe kur të jem politik, do më merrem me gara dhe nëse s'do jem me politik, do i kushtojmë turizmit gjithmonë që jetën time. Kush ju frymëzon më shumë jashtë politikës? Birin, e shikoj edhe si përfaqësues i Brezit 3, përpiqem të marr sa më shumë ide prej tij, çfarë mendon ai dhe shokët e tij. Jashtë politikës më frymëzojnë njerëzit me histori dhe hallet e veta. Tani kemi 10 emra me 10 përgjigje. Elisa Spiropali. Një politikane e Partisë Socialiste që për mua ka qenë shumë zgënjyese. Karizmatike. Josefina Topalli. Një politikane qëndrestare me një karakter dhe vendosmëri të pashoqe. Më pëlqen shumë. Piro Vëngu. Ish shef kabineti ministrit jashtëm, me cilin jam përballur kur kam qenë në ministrin e jashtme. Është shumë i mirë, edhe kam nevojë si politikan ta shoh këtë herë në parlament.
Flamur Noka. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. I zjarrt. Olta Xhaçka. Ish ministre jashtme që doli edhe investitore strategjike, duhet ishte larguar prej kohësh nga politika. Olta Xhaçka më duket vajzë mirë, nuk e njoh personalisht shumë në aspektin e punës. Halit Valteri. Antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, që do kishte bërë mirë të protestonte edhe më shumë kundër korrupsionit dhe vjedhjes në Bashkinë Tiranë. Tradhtar. Po më pëlqen që është në partinë tonë, se do na marri votat djatha. Monika Kryemadhi. Ish kryetare e Partisë së Lirisë. Në Monika Kryemadhi jam rritur në një lagje dhe sigurisht e kam me kesh. Arben Ahmetaj. Zëvendës kryeministri i aratisur, bashkëpunëtor në aferat e korrupsionit dhe vjedhjes në Shqipëri. Ka qenë shefi im kur ka qenë ministër turizmi. Fatmir Mediu. Ish ministër i Partisë Demokratike kur ka qenë në qeverisje dhe një aleat i çmuar që ka qëndruar çdo herë për krah Partisë Demokratike. Nuk kam një mendim konkret për të sepse nuk e njoh personalisht. Erion Veliaj. Kryetari i bashkisë në Qeli për 9 akuza të rënda korrupsioni. Shefi im aktualisht që është dënuar edhe është në burg pa gjyq ende. Një fjali për Julinda Dhame. Mendoj që bëre mirë që hike nga Bashkia Tiranë dhe e le shtabin elektoral që mori pjesë në gjithë skemën e vjedhjes së zgjedhjeve të 2023-shit, por ajo që është më e rëndësishme në skemën e vjedhjes së taksave të qytetarëve të Tiranës. Nuk besoja që do ta vazhdojë këtë duke u bashkuar një skuadre që vazhdon të njëjtën skemë grabiçare për Shqipërinë. Mendohu je në kohë për të tërhequr. Një fjali për Ilda Zhulanin. Mendoj që është koha që të dyja të jemi në politik, unë të uroj suksese, siç shpresoj të morosh dhe ti. Kryeministri me një fjalë. Kryeministër në ikje, dhe që nuk do t'i kthehet kurrë më Shqipërisë. Kryeministri është njeriu që bën projektimin e Shqipërisë, ashtu siç e mendon ai më art, edhe jo që të gjithë e kuptojnë. Lideri i opozitës me një fjalë. Ajo që duan të gjithë që ta shikojnë të drejtojë projektin dhe fitoren e një Shqipërie madhështore. Lideri i opozitës është një gjysh aktiv për mua. Media shqiptare me një fjalë. Ka shumë vend për përmirësim dhe për ta sjellë gazetarinë aty ku duhet dhe jo të jenë prej kasetave të gatshme. Media shqiptare është një opozitë vërtet. Pika më e fortë e kundërshtarëve. Makineria shtetërore që kanë në përdorim. Nuk ka për momentin, edhe më vjen keq që janë shumë pak aktiv në terren. Rreziku më i madh për Shqipërinë sot. Rilindja. Mendime negative dhe braktisja e Shqipërisë, duke menduar se gjendet shpresë jashtë, po ndërkohë duhet të kthehen të gjithë. Pushimet në jug apo në veri? Kudo që të ke mundësi. Unë bëj edhe në jug dhe në veri. Kafe apo çaj? Kafe. Kafe. Plotësoni fjalinë. Politika është mision i më të mirës dhe arti i përfaqësimit të interesit më të mirë qytetar. Politika është domosdoshmëri, mjafton që të bësh politikën e mirë. Suksesi për ty është i mundshëm. Suksesi për mua është ja dal një sfidë. Opozita e mirë është Partia Demokratike që do të sjellë fitoren. Të dëgjosh kundërshtarin. Gruaja në politikë është Ilda Zhulali. Gruaja politike është domosdoshme me shpirtin dhe me zemrën e saj. Kryeministri i Shqipërisë do të jetë Sali Berisha dhe Partia Demokratike që e mbështet dhe gjithë alianca për Shqipërinë madhështore. Edi Rama, absolutisht. Jo, mos e shqiporën, ku jeve mua mos e shqiporën, jo, po se s'duhet, se zakonisht njerëzit kur shohin orën, domethënë që nuk është se po kalojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Jo, e pash për kuptuar tjetër gjë, ka arritur në shtëpi zoti Renci apo jo? Po mirë bëre. Ka arritur në shtëpi, ka ngrënë pica, na ka parë dhe neve, se ja ku është Italia këtu. Pa ai sikur do vinte. Tani do vinte, ne do e mbyllim patë se Vajti vonë, mirë ke. Che pensavate di farmi fuori? No. Non c'è due senza tre. Abbiamo un messaggio finale. Sì. Ho imparato. Sì, ma aspetta che facciamo un po', ero tutta la pronto, cosa. è tutto il tempo che riprovo a dirlo. L'hai imparato molto presto. Vediamo. Kemi mbërritur në fund të piranjave edhe për sot. Dhe sot, si rrallë herë, një ish kryeministër italian do thot: Kujdes, piranjat kafshojnë! Në përfusha, në përkodra, për shëllenjë e kërësirë. Pra pura, hajpini, ore qast, për gjakallin në të erët, a thasën e i rast.
Shpia ka të pa prek ju qenë